pushteti e mbyll derën nga jashtë. Ai që gjendet brenda tij nuk ka as armë, as liri e as mundësi që të mbrohet. Jeta e të burgosurit është në duar të institucionit që e ruan. Për këtë arsye, masakra e Dubravës ndodhi brenda një institucioni shtetëror në administrimin e shtetit serb, mbi njerëz të qarmatosur, të mbyllur dhe krejt të pambrojtur. Pesha e krimit bëhet edhe më e rëndë kur dihet se të burgosurit politik shqiptar nuk ishin aty rastësisht. Në pranverën e vitit 1999 në Dubravë u sollën njerëz nga burgje e qendra ndalimi, nga Kosova, por edhe nga Serbia. Të dënuar politik, të dënuar për vepra të ndryshme, të arrestuan rrethanat e luftës, u grumbulluan këtu. Të gjithë u gjendën brenda këtij burgu që ishte kthyer në një instrument të krimit shtetëror. Në Dubravë, shteti serb e ndërtoi krimin mbi një kurth të dyfisht. Së pari mbajtje të burgosurit shqiptar brenda një objekti që e kishte futur në logjikën e luftës. Pastaj kur rreziku i bombardimit u bë i afërt, ata që mbanin qelësat u larguan për t'u fshehur, ndërsa shqiptarët e burgosur aty mbetën të mbyllur. Mbi atë braktisje të qëllimshme u ngrit edhe mashtrimi. Qëvrasjet i vieshin sulmeve të NATO-s. Më 19 maj u goditën objektet e burgut, përfshirë pavionet, ndërsa më 21 maj pati sërish goditje gjatë ditës në objektet e burgut dhe rrethim. Disa prej të burgosurve shqiptar që ndodheshin jashtë pavioneve për punët e zakonshme të burgut u morën. Pra morën vegla që kishin pranë dhe nisën t'i thyenin dyrët e drynat për t'i nxjerrë shokët jashtë qelive. Në mes të atij tmerri, të burgosurit gjetën mënyrën për t'i dërguar mesazh botës. Me copa plastike të bardha, në oborin e burgut shkruan fjalën help, pra ndihmë. Ishte një thirrje e thjeshtë, e shkurtër, por e kuptueshme për botën. Përmes kësaj thirrje të burgosurit treguan se janë gjallë, dhe kjo pati sukses nga se sulmet ajrore ndalën. Por edhe ajo fjalë, pra help, u bë arsye për tërbimin e vrasësve, kriminalëve, sepse ajo e prishte skenarin e tyre. Ajo tregonte se brenda burgut kishte njerëz të gjallë, të burgosur dhe dëshmitar. Pas kësaj, më 22 maj, të burgosurit urdhëruan të rreshtoheshin nën pretekstin se do të transferoheshin. Në vend të transferimit mbi ta u hap zjarr. Të rreshtuar, të qarmatosur, të pambrojtur, ata u qelluan brenda oborit të burgut. Dëshmitë e mbijetuar flasin për sulme tjera gjatë asaj dite dhe ditës pasuese. Për njerëz që kërkonin shpëtim në ndërtesat e dëmtuara, për të plagosur që nuk kishin ndihmë, për të burgosur që përpoqen ta shpëtonin njëri tjetrin. Në mekanizmin e krimit u përfshin edhe të burgosurit serb, të dënuar për krime të rënda, të cilët u armatosën dhe u vënë në shërbim të aparatit shtetëror serb. Më 23 maj, dhuna vazhdoi. Sulme ndaj burgosurve që kishin mbetur brenda kompleksit e shtuan edhe më shumë bilancin e vdekjes. Mbi 100 të burgosur shqiptar u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën në burgun e Dubravës, në një hapësirë ku shteti serb kishte përgjegjësi të plotë mbi ta. Në masakrën e Dubravës u vranë 116 shqiptarë. Dhe në prag këtyre ditëve, më 16 maj 1999, nga burgu i Dubravës u nxorr edhe profesor Ukshim Hoti. Kam vjoni këtu ta përshëndes ministrin Andrim Hoti, i cili është bashkë këtu me ne. Prej asaj dite ai mbetet i zhdukur, një mendje politike rrallë e Kosovës, një njeri që e kishte menduar lirin si rend historik, u zhduk pikërisht këtu. Në Dubravë, shteti serb veproi si aparat vrasës, i kishte të burgosurit në regjistra, në pavione, në rreshta, nën urdhra dhe të mbyllur. Kjo është arsyeja pse Dubrava ka peshë veçantë juridike dhe morale. Këtu krimi nuk ndodhi sepse shteti mungoi, ndodhi sepse shteti ishte i pranishëm në çdo hall, në komandë, në roj, në ardh, në mashtrim dhe në përpjekje për ta fshehur të vërtetën. Prandaj sot nuk mjafton ta përmendim Dubravën vetëm si datë, duhet ta kuptojmë si dëshmi për krimet monstruoze që Serbia i ka bërë Kosovë, kundër qytetarëve të pambrojtur shqiptar. Gjithashtu, duhet ta kuptojmë edhe si dëshmi të detyrës sonë që emrat e të vrarëve, dëshmitë e të mbijetuarve
dhe e vërteta e plotë e Dubravës të bëhet pjesë e ndërgjegjës shtetërore të Republikës së Kosovës. Largi të vrarëve në burgun e Dubravës, nderim të mbijetuarve dhe përgjegjësi e përhershme për Republikën që kujtesën ta kthej në drejtësi. Ju falenderoj.